Më 15 gusht 1920 nisi në Lushnjë Kongresi i parë arsimor, një ngjarje e rëndësishme për zhvillimin dhe organizimin e arsimit shqip. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon dhe gazetarin Ndriçim Gjoshi, përgjegjësi i Muzeut Historik të Lushnjës Niko Ferro sjell në vëmendje rëndësinë e këtij kongresi dhe rolin historik të Lushnjës, qytetit që në vitin 1920 priti 2 kongrese me rëndësi kombëtare. Kongresi arsimor, së bashku me Kongresin Kombëtar të zhvilluar në janar 1920, e lidhen përfundimisht emrin e Lushnjës me 2 prej ngjarjeve më të rëndësishme të historisë shqiptare. Në 806 vjetor, ju si historian dhe si punojës i Muzeut Historik të qytetit të Lushnjës, a mendon që historia është shkruar realisht për Kongresin e Lushnjës dhe a ka figura që akoma duhet të dalin në dritë pikërisht për të gjithë ata që nuk janë të informuar për këtë kongres? Në lidhje me Kongresin e Lushnjës dhe me pyetjen që ju më bët, unë dua të saktësoj diçka, sepse e has shpesh kongresi filloi punimet në Lushnjë dhe i mbaroi në Elbasan. Pas sqarojmë edhe një herë mirë këtë gjë. Kongresi filloi punimet në Lushnjë në 15 gusht dhe i mbaroi po në Lushnjë. Në Elbasan u diskutuan vendimet e marra në Lushnjë, por nuk është se ndryshua sepse në fundit u pranuan të gjitha ato vendime që ishin marrë në Lushnjë. Lushnja ka rëndësinë e saj, ka meritën e saj, sepse është djepi i dytë i patriotizmit. Në Lushnjë u bë bashkimi i vendit dhe u ngrit shteti shqiptar kur ishte në skadë më të mjerueshme, dhe po këtu u arrit dhe bashkimi i sistemit arsimor. Pra, siç e dim, Shqipëria pati 3 palë sisteme arsimore dhe në Lushnjë u arrit bashkimi dhe u zgjodh sistemi më i mirë arsimor i kohës, pra sistemi austriak. Dhe kjo është një meritë e veçantë që ky qytet sot ka 2 kongrese kombëtare dhe duhet vlerësuar. Është një qytet me tradita, është një qytet që ka dhënë shumë historisë, por nuk është vlerësuar shumë.